E dim që atë që po bëjmë nuk cenon asgjë në trashëgimin arkitekturor, absolutisht. Siç e dini, Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore e ka ndaluar punimet në sheshin Gjergj Bush dhe kjo krejt me tendenca politike për të bllokuar një farforme transformimin rrënjësor të kryeqytetit, dhe kjo nuk është hera parë që një gjë e tillë apo proces i tillë po ndodh. Kemi rastin e Unazës së Jashtme, kemi rastin e ishullit urban që lidh Arbërinë me Platon, dhe pastaj edhe raste tjera specifike si rruga A e kështu me radhë. Projekti është në përputhshmëri të plotë me planin rregullues urbanistik të vitit 2005 qendra 2, ku kjo zonë parashifet të kthehet në pedonale apo në rrugë përkombësor. Gjithashtu është në përputhshmëri të plotë edhe me planin zhvillimor urban të vitit 2013, ku e parashef komplet aksin Nëna Terezë deri tek flamurin hyrje me u kthy në pedonale. Ne do të ulemi dhe bashkë edhe me zyrën ligjore do të shohim fillimisht se edhe cilat janë kompetencat e institucionit gjegj për me marrë masat radikale çfarë i ka marrë, por nuk jemi në gjendje që sot ta japim një përgjigje konkrete, meqense është çështje juridike të cilën ne do ta trajtojmë. Punët të cilët ne i kemi të parapame me projektin në fjalë, jo që nuk cenojnë asetet e trashëgimisë arkitekturore, por përkundrazi kontribojnë që asetet e trashëgimisë arkitekturore të jenë pjesë e pandashme e qytetit. Të kenë mundësi me u vizitu, të kenë mundësi me u pa, të kenë mundësi me u aksesu. Nëse pretendojnë se vërtet edhe për gjëra të tilla duhet të ketë pëlqime, ne nuk e kemi absolutisht pikën e problemit që edhe me atë proces të merremi, sepse e dim që atë që po bëjmë nuk cenon asgjë në trashëgimin arkitekturor, absolutisht. Ne kemi disa shqetësime lidhur me IKMM, sepse kemi disa raste ku kemi pa që IKMM është duke punuar me standardet të dyfishta. E përmendi drejtori që projekti Gjergj Bush nuk i atakon, nuk i cenon as objektet, as asetet të trashëgimisë, përveç atyre i çliron ato nga parazitet dhe gjitha ndërtimet edhe keq funksionalizimin e hapësirave publike gjatë kësaj kohe. Projekti i përmbush i ka 7 faza ndërtimit. Faza e parë nuk ka nevojë për leje sepse jemi duke intervenuar në infrastrukturë nëntoksore që i bën kanalizim, ujësies dhe trasen, do të thonë materializimin e rrugës. Punimet vazhdojnë sepse do të thonë urbanizmi ose drejtoria e urbanizmit ka lëshu pëlqim për zhvillimin e punimeve, ndërsa ne ende nuk kemi hyrë te asetet e trashëgimisë për të cilat IKMM-ja pretendon se jemi duke bashkëruar të ligjet.